Në kuadër të festimeve për festën tradicionale të Ditës së Verës, në Elbasan u zhvillua aktiviteti historiku i Ditës së Verës, i organizuar në ambientet e Bibliotekës Publike Qemal Baholli. Takimi u konceptua si një tryezë rrumbullakët ku studiues, arsimtarë dhe të ftuar të tjerë sollën në vëmendje elemente të historisë së kremtimeve të kësaj feste ndërshekuj. Gjatë diskutimit u theksua se disa nga traditat i kanë rezistuar kohës dhe vazhdojnë të ruhen edhe sot, ndërsa të tjera janë modernizuar ose janë zhdukur me kalimin e viteve. Pjesëmarrësit ndanë gjithashtu kujtime personale nga fëmijëria e tyre, duke sjellë në vëmendje rritje dhe zakone që dikur shoqëronin festimet e Ditës së Verës në familjet e elbasanase. Kam parë si një festë e cila e kombinonte shumë bukur gëzimin e ardhes së pranverës, një shije e mirë që njerëzit i largoheshin të keqes së dimrit, ardhes së Persefonit mbi tokë, gëzimit të Demetrës, ka pak ato lidhjen, jo ka pak, po shumë lidhjen me besimin pagan. Dhe prandaj dhe tha pak më parë që më shumë se sa vit i ri festoi, se ne e ndjenim atë lidhjen më shumë si një popull tolerant në besim. E ndjenim më shumë lidhjen me këto festat jo shumë fetare, se na bashkonin të gjithëve në një tryezë bashkë, nuk bënin dasi. Ndërsa ne në Shqipëri e kemi ruajtur dhe sidomos në Elbasan është bërë një festë tradicionale. Unë mbaj mend nga fëmijëria ime që e festonim shumë ditën e verës. Dhe në Elbasan ka toponimet më të bukura për vendet ku festohej dita e verës. Në mendje, për shembull, meqense jemi në çast e kujtimesh, kur kam mësuar që nënat në mëngjesin e datës 14 zgjonin gjithë anëtarët e familjes, i vinin të bëjnë ato ritet që përmendi Bardhi dhe përveç kësaj të lanin syt edhe të shkonin përpara një tenxhereje me qumësht për t'u parë si në pasqyrë. Dhe kjo tregonte që dëshira e tyre ishte që ato të reflektonin bardhësi në zemër, në shpirt, në sjellje, në mendime, dhe që pranvera apo vera që po vinte ishte e bardhë si qumshti. Një tjetër element i veçantë i aktivitetit ishte ekspozita vendosur rreth tryezës së diskutimit. Përmes artit pamor u prezantuan fotografi që dëshmojnë historikun e festimeve të Ditës së Verës të ndërvite. Mes tyre nuk mungonin edhe fotografi të rralla që datojnë që nga viti 1917. Sot jemi në këtë takimin pushtuar Ditës Verës, historiku Ditës Verës në Bibliotekën e Qytetit. Shoqërohet me një ekspozitë dhe me një broshurë enkas për Ditën e Verës, një historik për Ditën e Verës. Ne tashmë detyra jonë fakt është që ne përveç faktimit edhe dokumentimit, historisë dhe të gjejmë gjurmët më të vjetra, të cilët ne mund t'i faktojmë si në fotografi, si në tekste, si në shkrime, në gazeta, që flasin për Ditën e Verës në Elbasan. Aktiviteti është pjesë e një kalendari të gjerë organizimesh që mbahen në Elbasan me rastin e Ditës së Verës, ku janë të përfshirë grup mosha dhe kategori të ndryshme të shoqërisë.